Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutje në mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Tash më Krisht, diell drejtësie, të qahet errësira e mendjes, të kthej drita virtytshme që mbi tokë për 3 ditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës ti pendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendej se jepna, të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më madhe është mëshira jote. Po afrohet dita jote me të cilën ndri çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrir. Ty gjithësia e sendeve të adhuroft trini e mëshirshme, të përtrir me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës për të përsëritur fjalët e tua, o Zot. Psalmi 119, premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thëras, o Zot, më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje dhe më shpëto që t'i ruaj dëshmitë tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës, për të përsëritur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvon ndje keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës, për të përsëritur fjalët e tua, o Zot. Antifona 2. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga nga libri i Daljes, kapitulli 15, him fitore për kalimin e detit të Kuq. Le t'i këndojmë Zotit sepse mrekullisht nga njeu. Kal e kalorës plandosi në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyi im, atë lavdëroj. Është hyi i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund. Jahve emrin e ka. Qere ushtri të faraonit, në det i plandosi. Me frymen e felgrimit tënd ujrat u bashkuan, pendu bën valët shkumuese. Thellësit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku, i sulem pas, do ta zë, do ta ndaj pren. Shpirti do të më ngopet. Do të vringëlloj shpatën, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti i mbuloj. U zhdukën si plumbi në ujrat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër zota, o Zot? Kush është si ti, i madhërueshëm në shenjtëri, i tmerrshëm dhe i lavdishëm, që bën mrekulli, ti shtrive dorën, toka i përpiu, hiri yt e përcolli këtë popull që ti e shpërbleve. I prin me fuqinë tënde në banesën tënde të shejt. Do ta shtish dhe do ta mbjellësh. Në malin e trashëgimit tënd, në banesën tënde të përhershme. Që ti vetë përgatite, o Zot. Shenjtrore, o Zot, me duar të tua të përftuar. Zoti do të sundoj. Për gjithmonë e motë të jetës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona e 3. Lavdërojni Zotin o kombe të gjitha. Psalmi 117. Grishje për ta lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojni Zotin o kombe të gjitha. Madhërojni së bashku popujt të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh,
Besnikëria e Zotit qëndron për amshim, Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër marr nga libri i Isaias profet kapitulli 65. Thosha, këtu jam, popullit që nuk e thirrte emrin tim. Vazhdimisht i ashtria duart e mia popullit kryengritës që ecën udhës jo të mirë, pas synimeve të veta, një popull që më nguc të hidhrohem gjithmonë ndër sy. Përgjigje e shkurtër. Ki mëshirë për mua o Zot në mëshirën tënde. Ki mëshirë për mua o Zot në mëshirën tënde, Largoje shikimin prej mëkateve të mia. në mëshirën tënde. Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. Ki mëshirë për mua o Zot në mëshirën tënde. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Bitë e hyjit ishin të shpërndar, Krishti e pranoi vdekjen për t'i bashkuar në një popull të vetëm. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet, Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se e premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do t'a shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden e errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Bitë e hyjit ishin të shpërndar, Krishti e pranoi vdekjen për t'i bashkuar në një popull të vetëm. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti Zot, për t'i bërë njerëzit krijesa të reja, ka përgatitur tryezën e korpit dhe të fjalës së vet. Atin, hyjin ton, ta lavdërojmë dhe me lutje t'i drejtohemi. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. O Jezu Krisht, zemërbute i përvujt, bëj që dhe ne të bëhemi të mëshirshëm, të butë dhe të përvuajtur, dhe me të gjithë të mund të jemi të durueshëm. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Na mëso që vërtet të mund të jemi të afërt me të gjitha ata që janë në mjerim, në hall ose të shtrënguar nga pikëllimi, dhe kështu të ndjekim ty, Samaritanin e mirë. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Zoja bekuar Virgjë Mari, nëna jote, le të ndërmjetësoj për rregulltare që shugërimin me të cilin të janë kushtuar ty në kishën tënde, ta kultivojnë sa më mirë. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Na jep dhuratën e mëshirës sate dhe na i fal mëkatet dhe dënimet që i kemi merituar. O hy, na përtri po të lutemi me hirin tënd. Atyn që je në qiell, u shenjtrofte e mryt, ardh mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti që gjithmonë vepron për shërbimin e njerëzve,
por në këtë kohë të kreshmeve ti adhuron popullit tënd me bujari hirin, shikoje me mirësi kishën tënde, mbroj të pagzuarit dhe të gjitha ata të cilët përgatiten për pagzim. Nëpër Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.